Mi kërkesa për votim nga diaspora, mbi 7.000 janë refuzuar. Rashiqi i fton prokurorin të jetojë rastet e presionit ndaj qytetarëve serb nga lista serbe në prag të zgjedhjeve. Shërbyesit civil do të trajnohen në sigurinë kibernetike, synohet forcimi i sigurisë së sistemeve shtetërore. Studentët shqiptar protestojnë në Shkup kundër mos realizimit të provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Mirëmbrëma të gjithëve. Rreth 110.000 aplikime të qytetarëve për regjistrim si votues jashtë Kosovës në zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit janë aprovuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nga mbi 142.000 kërkesa të pranuara gjatë afatit të përcaktuar nga KQZ-ja, shumica e mërgatës ka zgjedhur votimin përmes postës. Nga KQZ-ja është bërë ditur se procesi i votimit për diasporën do të nisë më 25 maj. Rreth 110.000 shtetas të Kosovës nga diaspora kanë marrë tashmë aprovimin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të votuar për zgjedhjet e 7 qershorit, ndërkohë që mbi 7.000 kërkesa janë refuzuar. Nga fillimi i këtij procesi më 6 maj dhe deri në përfundim të tij më 17 maj, përmes platformës elektronike, KQZ ka pranuar 142.803 kërkesa për regjistrim, prej të cilave deri më tani janë aprovuar 109.696, ndërsa 7.325 të tjera janë refuzuar, si dhe 25.702 kërkesa të tjera janë në pritje për të shqyrtuar në vazhdim. Elezi tregoi se votimi përmes postës pritet të nisë më 25 maj dhe të përfundojë më 6 qershor, ndërsa votimi fizik në ambasada dhe konsulata do të organizohet më 6 qershor. Nga 109.696 aplikime të aprovuara, 81.901 shtetas janë regjistruar për të dërguar pakon me fletë votim në kutinë postare jashtë Kosovës. 2.855 të tjerë për të dërguar pakon me fletë votim në kutinë postare të KQZ-s në Kosovë dhe 24.920 shtetas të tjerë janë regjistruar për të votuar fizikisht në ndonjëherë nga përfaqësitë diplomatike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se do të rishikojë numrin e përfaqësive diplomatike ku do të mbahet votimi fizik, pasi disa prej tyre kanë më pak se 50 votues të regjistruar. Në këto raste, votuesit do të kalojnë automatikisht në votimin përmes postës. Ndërkohë, fletvotimet për diasporën tashmë janë shtypur dhe gjatë kësaj jave pritet të nisë dërgimi i tyre tek votuesit jashtë vendit. Serbia po vazhdon presionin ndaj serbëve në Kosovë, ka deklaruar kryetari i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Nenad Rashiq. Në një prononcim për RTK-n, ai ka bërë thirrje prokurorisë së shtetit të hetojë rastet e dhunës dhe shantazhit që, sipas tij, lista serbe ushtron ndaj qytetarëve serb të Kosovës. Ndërkaq juristët vlerësojnë se ndikimi në përcaktimin e lirë të votuesve përbën vepër penale. Nenad Rashiq, kryetari i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, ka ngritur alarmin për, sipas tij, shantazhe ndaj qytetarëve serb në prag të zgjedhjeve. Rashiq pretendon se Beogradi, përmes presioneve dhe kërcënimeve me largim nga puna, po i detyron qytetarët ta votojnë listën serbe. Ai ka bërë thirrje prokurorisë që t'i hetojë këto raste. Bashkëqytetarët e mi serb janë ftuar në Mërdar, ndo podrume atje. Do bodrume tu, sikur që në kohën e Gjermanisë me vita 30, tu marrin pyetje, tu bo presion jashtëzakonisht e madhe që të votohet për listë serbe, sepse Nenadi Rashiqi është i keq, ai është tradhtar më i madh dhe jo gjithçysh. Nëse rini me ta, do të jeni shkarkuar, do të jeni larguar nga puna, nëse boni like në Facebookun. Kjo ju garantoj kjo nuk ndodhet kur, që kom dëgjuar une, në botë që për lajka dikush me qenë larguar nga puna. Prandaj, ftoj edhe njerë dhe institucionet sikur që është dhe policia dhe prokuroria që ta veprojnë, që ta bojnë punën e vetë. Avokati Arbër Jashari e vlerëson si vepër penale ndikimin në përcaktim të lirë të votuesve.
institucionet e Republikës së Kosovës e kanë për obligim që t'i marrin të gjitha masat, që gjitha ta që bëjnë presion mbi votuesit ose tentojnë në çfarë do forme të ndikojnë në vullnetin e votuesve të komunitetit serb të japin përgjegjësi. Këto metoda që i ka ngrit ministri, këto shqetësime në fakt që i ka ngrit ministri, mendoj që nëse qëndrojnë janë shqetësuese për gjithë shtetin e Kosovës. Qytetarët e komunitetit sërb në Kosovë, edhe në të kaluarën, kanë pasur ankesa për shantazhe dhe ndikim nga lista sërbe. Këshilli Prokurorial i Kosovës ka marrë vendim për shpalljen e konkursit për kryeprokurorin e shtetit. Vendimi u miratua me 5 vota për, 1 kundër dhe 1 abstenim, ndërsa konkursi do të jetë i hapur për 15 ditë. Në të njëjtën mbledhje është themeluar edhe paneli vlerësues për përzgjedhjen e kandidatëve. Shpallja e konkursit është përshëndetur edhe nga ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu, e cila ka kërkuar një proces transparent, të paanshëm dhe të bazuar në merit. Studentë shqiptar nga Maqedonia e Veriut, Kosova, Shqipëria dhe vise të tjera shqiptare kanë protestuar në Shkup kundër mos realizimit të provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Protesta u organizua si reagim ndaj mbajtjes së provimit vetëm në gjuhën maqedonase, ndonse gjuha shqipe ka status zyrtar në Maqedoninë e Veriut. Tubimi u mbajt në moton bashkohuni me studentët të gjithë një. U kthehemi zhvillimeve në vend. Ministria e Digitalizimit ka lansuar platformën e re për trajnime në siguri kibernetike për shërbyesit civil në kohën kur po rriten shërbimet dhe rreziqet digjitale. Projekti mbështetet nga Luksemburgu dhe synon forcimin e kapaciteteve të institucioneve publike, si dhe mbrojtjen nga sulmet kibernetike. Me rritjen e shërbimeve digjitale në Kosovë, institucionet po përballen edhe me rritje të rrezikut nga sulmet kibernetike. Për këtë arsye, Ministria e Digitalizimit dhe Administratës Publike ka lansuar platformën e trajnimeve për siguri kibernetike për shërbyesit civil. Ministri në detyrë i këtij dikasteri, Lulzon Haxhiu, tha se transformimi digital i administratës publike kërkon njëkohësisht edhe forcim të sigurisë së sistemeve shtetërore. Mbështetje për këtë iniciativë ka ofruar edhe Luksemburgu. I ngarkuari me punë në ambasadën e Luksemburgut në Kosovë, Erik Diec, tha se projekti synon të forcojë qëndrueshmërinë e institucioneve publike në vend. Programi i trajnimeve që po lansojmë sot synon pikërisht pra forcimin e këtij dimensioni njerëzor të sigurisë kibernetike. Programi ofron një uri bazike, por edhe praktike për shërbyesit civil në përgjithësi, por edhe me module të veçanta për menaxherët në administratën publike. Temat që trajtohen përmes këtij programi trajnimesh përfshin identifikimin e emailave, phishing dhe mashtrimeve digjitale, mbrojtjen e kredencialeve dhe fjalëkalimeve, përdorimin e sigurt të pajisjeve dhe sistemeve digjitale, si dhe mbrojtjen e të dhënave institucionale e të qytetarëve. Kjo iniciativë pasqyron përkushtimin ton të përbashkët për zhvillim të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës në Kosovë dhe nënvizon mbështetjen e vazhdueshme të Luksemburgut për institucione publike më të forta dhe më rezistente. Ndërkaq përfaqësuesi i kompanisë Lart Zogiani prezantoi funksionimin e platformës, duke theksuar se sulmet kibernetike nuk janë vetëm çështje teknike, por mbi të gjitha sfidë njerëzore dhe institucionale. Ministri në detyrë i financave Hekuran Murati ka komentuar raportin e publikuar nga World Atlas i bazuar në dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar, ku Kosova renditet si shteti i dytë më i varfër në Europë pas Moldavisë. Murati tha se në qeverisjet e kaluara, Kosova ka qenë në pozitën e fundit, ndërsa tani ka shënuar përmirësim ekonomik. Ndërkaq profesori i ekonomisë Nagip Skenderi vlerëson se raporti pasqyron gjendjen reale ekonomike në vend. Kosova ka shënuar rritje mesatare ekonomike për rreth 4%, megjithatë afër 30% mbetet shkalla e papunësisë tek të rinjët. Në raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kosova radhitet ndër vendet më të varura nga remitencat në Evropë, të cilat arrin rreth 15% të GDP-s. Fakt nëse shihet viteve të kaluara, pra deri në vitin 2019, diferenca e Kosovës me vende tjera ka shku duke u rrit.
Pra vendet tjera i kanë ikë Kosovës, kurse tash lere që e kemi ngushtu diferencën, por edhe kemi kalu një shtetë, presim që shumë shpejt ky trend vazhdoj, kemi kalu për shembull Moldavin dhe presim t'i kalojmë edhe shtete tjera nëse vazhdon ky trend. E nga këndvështrimi një profesorit ekonomisë, Kosova nuk ka shënuar për parim të mjaftueshëm dhe raporti pasqyron gjendjen reale ekonomike. Rritja për 4% është e pamjaftueshme në ekonomi. Neve do të duheshim ta kishim një rritje paravorësisht të 10%, do të dyshifrore të rritën nëse do të realizonim objektivat kryesore makroekonomike që janë në vend. Në këtë kontekst mendoj për një punëzemje edhe një standard social popullatës, prandaj kjo rritje është e pamjaftueshme. Raporti për Kosovën vlerëson se vendi ka ekonomi të vogël dhe të orientuar kryesisht nga sektori i shërbimeve, kundërtimtaria, tregtia dhe remitencat përbëjnë pjesën më të madhe të aktivitetit ekonomik. Është inauguruar qendra e re për shërbim të tatimpaguesve nga administrata tatimore e Kosovës, e cila tashmë do të operojë në një hapësirë më moderne dhe funksionale për qytetarët dhe bizneset. Gjatë inaugurimit u tha se qëllimi i kësaj qendre është ofrimi i shërbimeve në një vend vetëm, duke rritur kështu qasjen dhe efikasitetin për tatimpaguesit. Shërbime më të afërta dhe më të lehta për tatimpaguesit ka filluar të ofrojë administrata tatimore e Kosovës me hapjen e zyreve të reja në qendrat e qytetit, të cilat do të jenë më të qasshme për të gjithë qytetarët. Ka pas mundësi që njerëz me aftësi të kufizuar ose me pas mjaft të vështirë qasjen atje. Kjo ka qenë ideja jonë në frymën e asaj që po themi që më shumë këshillime, më pak ngushëm, të pas parasysh faktin që në Kosovë diku rreth 90% e deklarimeve bëhen me vetë vullnet ose vetë deklarim, vetëm 10% të tatimeve që i mbledhen dhe i mbledhen përmes kontrollave ose formave tjera. 90% shoqëria jonë kosovare i bën deklarimet e veta, edhe mbas asaj 90% të tjera në atë. Kështu që në frymën e kësaj e kemi pa të arsyeshme që na t'i forcojë më shumë shërbimet se sa pjesën e kontrollit. Në përurim mori pjesë dhe Ministri i Financave Hekura Murati, i cili tha se në këtë formë qytetarëve do t'u lehtësohet marrja e shërbimeve. Për ato shërbime që ende nuk mund të bëhen në mënyrë digjitale dhe ende ka nevojë pra prania fizike, po mundohemi që edhe zyret pra të afrohen sa më afër tatimpaguesve. Drejtori i ATK-s njoftoi se në vitet e kaluara rreth 50.000 nga rreth 150.000 shërbime qytetarët i kanë marrë fizikisht në objektin e ATK-s. Andaj, hapja në qendër të re do t'i zvogëloj pritjet e tyre. Agjencia e Metrologjisë së Kosovës ka shënuar ditën botërore të metrologjisë me temën Ndërtojmë besim në vendimmarrje. Kjo temë synon ta promovojë rëndësinë e metrologjisë në zhvillimin ekonomik, mbrojtjen e konsumatorit dhe forcimin e besimit në vendimmarrje. Nga agjencia është bëreditur se po vazhdon procesi i verifikimit dhe matjes së njësorëve elektrik në vend. Një numër i konsiderueshëm i njësorëve elektrik po vazhdojnë të verifikohen nga Agjencia e Metrologjisë e Kosovës, ku një pjesë e tyre po rezultojnë me mospërputhje në matje. Drejtoresha e agjencisë, Sebahate Bushrani Ibrahimi, theksoi për ATK-n se me këtë rast janë shqiptuar edhe xhoba ndaj Kecit. Komisioni për verifikim, komisioni ad hoc është duke vazhduar punën e tij për verifikime, njësor të cilat nuk kanë afat të vlefshmërisë me automatizëm, domethënë shqiptohet xhoba për mos respektimin e ligjit të metrologjisë, ndërsa sa i përket njësorëve që nuk kanë, domethënë kanë dispërputhje në mes të sinkronizimit të datës edhe orës, ato po përcillen tutje për trajtim të mëtytjeshëm. Njësorë të cilat nuk kanë afat të verifikimit, dikun janë shqiptuar në vlerë mbi 100.000 euro, domethënë xhobë Kecit. Saktësia në matje mbetet prioritet i institucioneve të Kosovës. Kjo u theksua në prag të ditës botërore të metrologjisë. Ministria në detyrë, Mimoza Kusari Lila, tha se institucionet e Kosovës mbeten të përkushtuara në ndërtimin e një sistemi modern dhe të besueshëm metrologjik. Vetëm për 3 muaj angazhim kemi arritur të inkorporojmë direktivat evropiane që lidhen me metrologjinë, përmes plotësimit, ndryshimit të ligjit për metrologjinë dhe rregullorës për mjetet matëse ligjërisht të kontrolluara. Për vitin aktual, jemi kujdesur që të kemi investime në vlerën prej 600.000 euro në laborator modern, pajisje të avancuara dhe etalon shtetëror të cilët janë të domosdoshëm për të përmbushur kërkesat e industrisë, për të mbështetur eksportin dhe për të garantuar mbrojtjen e konsumatorit.
Po ashtu, u nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë Meteorologjisë së Kosovës, Byrosë Meteorologjisë së Maqedonisë së Veriut dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Meteorologjisë së Shqipërisë. Alkida Llakaj, drejtoreshe e përgjithshme e Meteorologjisë së Shqipërisë, tha se bashkëpunimi i institucioneve është i një rëndësie të veçantë për t'i avancuar standardet e cilësisë me praktikat më të mira ndërkombëtare. Ju apërcjell tani të tjera zhvillime të ditës. Komuna e Prishtinës nuk ka arritur të jetë efikase dhe efektive në grumbullimin e mbeturinave gjatë viteve të fundit. Këto janë gjetjet e auditimit të performancës për menaxhimin e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave nga Komuna e Prishtinës dhe KRM Pastrimi. Auditoria e përgjithshme e bëri të ditur se gjatë vitit 2025 janë kryer gjithsej 133 auditime. Gjetjet nga auditimi i performancës për menaxhimin e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave nga Komuna e Prishtinës dhe Kompania Rajonale e Mbeturinave Pastrimi u prezantuan në një konferencë nga Auditoria e Përgjithshme Vlora Spanca. Sipas raportit, rezultatet e auditimit tregojnë se komuna nuk ka arritur të jetë as efikase dhe as efektive në grumbullimin e mbeturinave gjatë viteve të fundit. Derisa një nga gjetjet më shqetësuese të raportit u tha se është dështimi pothuajse të gjitha hallkave të mbikëqyrjes institucionale. Sipas zyrës kombëtare të auditimit, ky proces ka dështuar të realizohet pothuajse në të gjitha nivelet dhe nga të gjitha palët, ndërsa periudha vlerësimit ka përfshirë vitet 2023-2025. Komuna dhe kuvendi komunal duhet të emrojnë e para zyrtar të përgjithshëm dhe me integritet në strukturat e llogaridhënies për të kryer detyrat me kompetencë. KRM Pastrimi duhet të rresë efikasitetin operativ, duke hartuar plane biznesi smart dhe duke përditësuar itinerarët sipas nevojave reale në terren. Nga KRM Pastrimi lidhur me këto gjetje thanë se sapo ta pranojnë zyrtarisht raportin, do t'i shërtojnë me seriozitet të gjitha çështjet dhe gjetjet që ndërlidhen me kompaninë. Ata theksuan se mbeten të përkushtuar ndaj transparencës, llogaridhënies dhe adresimit të çdo rekomandimit që kontribuon në përmirësimin e punës dhe shërbimeve. Ndërkohë, për 14 auditimet financiare dhe të pajtueshmërisë janë dhënë 6 opinione të pamodifikuara përkatësisht pozitive për institucione si Radio-Televizioni i Kosovës, Autoriteti i Aviacionit Civil, Institucioni i Avokatit të Popullit, Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit, KPM-ja dhe Ashaku. 8 institucione tjera kanë marrë opinion të modifikuar përkatësisht të kualifikuar apo jo të mirë, siç është Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Amiku, Gjilani, Krashanica, Shtimja, Stogu, Lipjani, Istogu, Lipjani dhe Agjencia për Shërbimet Navigimit Ajror. Aty u tha se gjatë vitit 2025 janë kryer gjithsej 133 auditime, ndërsa në tetor të vitit 2025 ka filluar sezoni i ri auditues në përputhje me planin vjetor të auditimit për sezonin 2025-2026, ku janë planifikuar 145 auditime. Bordi i Radio-Televizionit të Kosovës ka shprehur shqetësim për ndikimin që mund të ketë në funksionimin e transmetuesit publik tërheqja e 950.000 eurove nga një përmbarues privat. Në komunikatën për media theksohet se bordi së bashku me menaxhmentin e RTK-s do të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për gjetjen e modaliteteve për mbrojtjen e interesit të RTK-s. Njëkohësisht theksohet se bordi do të kërkojë mbështetje dhe koordinim me institucionet kompetente për tejkalimin e kësaj situate dhe garantimin e funksionimit të qëndrueshëm të transmetuesit publik. Ndërkohë, sindikatat e RTK-s kanë zhvilluar takim me ushtruesen e detyrës së drejtoreshës Zana Spahiu dhe me drejtuesit e bordit të transmetuesit publik Dardam Beqiri dhe Gjeraldina Cernobregu, nga cilët kërkuan që urgjentisht të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme institucionale dhe ligjore për të garantuar stabilitetin financiar të RTK-s dhe mbi të gjitha të mos lejohet në asnjë rrethanë rrezikimi i pagave të punëtorëve. Në Tiranë ka filluar konferenca e 11 ditore Mediat në Europën Juglindore, organizuar nga OSBE me temën Forcimi i gazetarisë si një e mirë publike. Në këtë konferencë po merr pjesë edhe ushtruesi i detyrës së drejtorit të Televizionit të Kosovës, Rilind Gërvalla.
Gjatë hapjes së punimeve, folën përfaqësues të ndryshëm ndërkombëtar dhe institucional, përfshirë përfaqësues të OSB-s dhe autoritetet nga Shqipëria, të cilët theksuan rëndësinë e lirisë së medias si një shtyllë themelore e demokracisë. Përfaqësuesi i OSB-s për lirinë e medias thas se gazetarët po përballen me rritje të kërcënimeve dhe se sulmet ndaj tyre nuk duhet të mbeten të pandëshkuara. Në konferencë po marrin pjesë qindra gazetarë nga rajoni, ndërsa temat kryesore të diskutimit përfshin edukimin mediatik, ndryshimet teknologjike, inteligjencën artificiale, etikën dhe sigurinë e gazetarëve. Në ambientet e Institutit Albanologjik të Prishtinës ka nisur edicioni 17 i konferencës shkencore Java Albanologjike, një nga aktivitetet më të rëndësishme në fushën e studimeve shqiptare. Konferenca ka mbledhur studiues dhe profesor nga viset shqiptare dhe diaspora, të cilët do të prezantojnë rreth 95 kumtesa shkencore në 5 fusha kryesore të albanologjisë. Java Albanologjike mblodhi në Prishtinë studiues nga vendi, rajoni dhe diaspora shqiptare. Gjuha shqipe në epokën digjitale ishte temë kryesore e ditës së parë të konferencës, ndërsa gjatë kësaj jave do të prezantohen rreth 95 kumtesa shkencore në gjuhësi, letërsi, histori, folklor dhe etnologji. Sot nuk mjafton vetëm ta ruajmë shqipen, duhet të ta zhvillojmë atë teknologjikisht. Shqipja duhet të jetë pjesë aktive e inteligjencës artificiale dhe jo vetëm një gjuhë periferike që teknologjia e njeh pjesërisht. Në këtë aspekt, bashkëpunimi ndërmjet institucioneve akademike, universiteteve, instituteve kërkimore dhe komunitetit teknologjik bëhet domosdoshmëri kombëtare, sepse sot një pjesë e së ardhmes së gjuhës shqipe vendoset edhe në kod. Republika e Shqipërisë e vlerëson me mirënjohje Institutin Albanologjik të Prishtinës si një partner të rëndësishëm institucional dhe shkencor. Ne mbetemi të përkushtuar për të thelluar bashkëpunimin ndërinstitucional në fusha me interes të përbashkët, si kërkimi shkencor, botimet akademike, digitalizimi i fondit dokumentar dhe arkivor, si dhe mbështetja e brezit të ri të studiuesve shqiptar. Për javën e Institutit Albanologjik folën edhe drejtues të institutit. Kjo konferencë tashmë me një traditë mbreslëmse, në vitin e 17 të organizimit të saj është bërë identitet, le të njoftemi institutit tonë. Sukseset e këtij aktiviteti shkencor për të cilat neve si organizator na takon më së paku të flasim, janë të dukshme. Java Albanologjike mbetet një platformë e rëndësishme për bashkëpunim shkencor dhe promovimin ndërkombëtar të gjuhës, historisë dhe kulturës. Muzet e shumta të qytetit të Prizrenit po shkojnë drejt digitalizimit me qëllim që vizitorëve të ofrohen informacione zyrtare për historikun dhe periudhat e ndryshme të jetës në Kosovë. Përmes digitalizimit, artefaktet dhe historia e vendit do të jenë të qasshme për turistët edhe pa qenë fizikisht prezent në muze. Prizreni është qyteti që posedon numrin më të madh të muzeve në Kosovë. Prandaj po punohet që përmes digitalizimit artefaktet dhe historia e vendit të ofrohen turistëve edhe pa qenë të pranishëm. Samir Hoxha, drejtori i Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore, thotë se digitalizimi i hapësirave muzeale është një prej sfidave nëpër të cilat po kalojnë. Është një projekt i cili kërkon vëmendje të shtuar, kërkon profesionalizëm, mirë po ne jemi futur në këtë fazë. Tani po punojmë në digitalizimin e një pjesë të madhe të hapësirave muzeale. Te Muzeu Arkeologjik e kemi përfunduar procesin e digitalizimit, tek Muzeu i Lidhjes po ashtu. I gjithë koleksioni dhe i gjithë hapësira është në 3D dhe është online. Pra edhe njerëzit që nuk janë fizikisht në muze ose që nuk vinë fizikisht në muze, mund ta vizitojnë muzeun dhe ti marrin informacionet për gjithë artefaktet brenda dhe për gjitha periudha, gjithë arkitekturën. Ndërkaq turistët e huaj i pëlqejnë më së shumti hapësirat muzeale, ku thonë se njihen me historikun dhe kulturën lokale të një vendi. Muzeu duket i mrekullueshëm dhe më pëlqeu shumë kur i pash të gjitha ato artefakte dhe ishte e bukur sidomos pjesa e përshkrimit të tyre në gjuhën angleze, ku kishte shumë informacione. Personalisht, kënaqem kur i vizitoj muzet dhe kuptoj historinë.
Vetëm në muzeun arkeologjik në vitin e kaluar u regjistruan rreth 10.000 vizitor, ndërsa sipas të dhënave, këtë vit numri vizitorëve është gjithnjë në rritje, sidomos të atyre nga Brazili, Argentina, Korea, Japonia, Indonezia dhe Skandinavia e largët. Hulumtimet e fundit kanë nxjerrë në pa gjendjen shqetësuese të lumenjve në Kosovë. Degradimi nga ndërhyrjet njerëzore, si ndotja dhe vendosja e pengesave artificiale, po dëmton rënd biodiversitetin ujor dhe po rrezikon zhdukjen e shumë llojeve të peshqve. Ekspertët paralajmërojnë se pa ndërhyrje të menjëhershme, lumenjt mund ta humbin funksionin e tyre jetik. Hulumtimet e fundit për lumenjt në Kosovë nxjerrin një gjendje shqetësuese. Pengesat të tilla, të cilat janë ndërtuar për qëllim të ujitjes, sot nuk kryejnë atë funksion, por thjesht pengojnë rrjedhën e lumit. Studimet tregojnë degradim të lumenjeve për shkak të ndotjes dhe ndërhyrjeve të pakontrolluara, që po ndikojnë drejt për drejt në ekosistemet ujore. Pas hulumtimeve dhe krejt projektit, neve na kanë dalë që i kemi 142. Me thënë e kemi gjendje ndoshta edhe më shqetësuese se sa ne vetë dim si qytetar, përveç ndoshta institucioneve që secila prej komunave ndoshta e din gjendjen ose të dhënat e sakta sa ka, po kështu në përgjithësi në pellgun e lumit Drini Bar është bardhë, është bërë për herë të parë ky hulumtim. Sipas ekspertëve, ndërhyrjet njerëzore dhe ndotjet e vazhdueshme po e dëmtojnë seriozisht rrjedhjen natyrore të lumenjeve dhe biodiversitetin ujor. Shpeshher ne kemi atë idenë që në ujra mund të ndodhë gjithçka dhe nuk na prek neve, po në fakt çfarë do intervenimi në lumej na prek drejt për së drejti neve, sepse ne përdorim ujin e atij lumej në rezervuarët për ujë të pijes. E përdorim andaj atë ujë të lumit për ujitje, përdorim për shërbime të ndryshme edhe në një mënyrë ose një tjetër fatura e intervenimeve të tilla na kthehet edhe neve. Kur të bëhet ndërtimi, fillimisht bëhet një analizë e projektit e përgjithshme, duhet përfshi krejt aspektet, në këtë rast të aspektin mjedisor, sepse domet më të mëdha janë në aspektin mjedisor, për shkak të florës dhe faunës në këta lumej që i kemi në gjithë territorin e Kosovës. Ekspertët thonë se pa ndërhyrje të menjëhershme, lumenjt rrezikojnë të humbin funksionin e tyre jetik dhe biodiversitetin që mbajnë.